Unë mendoj që e Dirams fare nuk i vyn marketingu politik edhe personal për veti duke lavdu Hashim Thoqin dhe Kosovën. Ai ka bu fort mirë. Ai e sigurt për këto. Unë ashtu mendoj, ai ka bu fort mirë që ka folë sepse është zori vetëm shqiptar jashtë trojëve të Kosovës që flet për Kosovën, flet kundër gjykatës speciale, kundër një gjykate cila është ndërtu me faktet e pa bazume të atij deputetit Zvicran Dikmartit, i cili ka pas për bazë ngritjen e akt akuzës ose akuzën të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës për shtëpinë e verdhë. Dhe këtu në mendoj që Kosova, edhe pse kam qenë unë e kundër, po me që s'ka pyet kërkosha, s'kam pas fuqi me ndiku, megjithatë unë kam qenë kundër kësaj gjykate, po Hashim Thoqi edhe deputet që kanë votu, ndoshta kanë bërë mirë që kanë votu gjykatën speciale, sepse Kosova ka pas një saq mbi kokë çdo herë duke u akuzuar për trafikim të organeve, edhe për gjona të tjera që kanë ndodhur jashtë kufinit Kosovës, që kanë ndodhur në shtëpinë e verdhë në Borrell atje ako. Thoqi ka bërë mirë që e ka mbështet themelimin e kësaj gjykate që kanë votuar deputetët. Por gjatë rrugtimit të kësaj akt akuze që është nis nga Williamson dhe është përfunduar nga Smith, është sepse shtëpia e verdhë ka ra. Dhe me ramin e shtëpisë verdhë u dosh me ra dhe akt akuza. U dosh komplet mu kthy për mas ky vendim edhe i Kuvendit të Kosovës dhe i Këshillit të Evropës që mos më mbështet. Me daljen e fakteve të se Dikmarti e ka bu këtë punë me iniciativë